Mbas 30 vjetësh, vi përsërit për më shuar në Shkodër me gëzim. Dhe në pra Krishtlindje, me qenë se dhe kisha kushtohet lindjes së Krishtit, kisha në urtësinë e saj na përgatit ne për festën e Krishtlindjes. Të dielën që kaloi folëm për paraetrit e Zotit. Dhe sot kemi gjenealogjinë e tij. Përse kisha kërkon që të përgatitemi? Sepse çdo ngjarje e madhe kërkon një përgatitje. Si mund ta kuptojmë ne që ai është shpëtimtari ynë, nëse ne nuk e kuptojmë nga çfarë na ka shpëtuar? Nëse realisht ne do e kuptojmë nga çfarë na ka shpëtuar, jo vetëm thjesht përgjithësi, nga ana intelektuale, por në jetën e çdo njeriu, në jetën e tij personale, atëherë do e duan Perëndin shumë. Shenjtorët e donin Perëndin sepse e kuptonin se nga çfarë i kishte shpëtuar. Prandaj dhe kisha na përgatit ne për këtë gjë. Në 10-ën e vjetër është një episod. Përpara se Perëndia të jepte ligjin Mojsiut, i kërkon që t'i thot popullit që të përgatitet. 3 ditë agjërojnë, rrinin larg grave të tyre, të lanin rrobat e të afroheshin afër malit, sepse vetëm Mojsiu do ngjitej në malin e sipër. Ne në pritjen e Zotit duhet të bëjmë një përgatitje akoma më të gjatë. Prandaj dhe kisha ka vendosur një kreshmë 40 ditore. Dhe kreshma nuk është çështje diete. Hahet ky ushqim, sa e ushqim, është një pjesë e kreshmimit. Kreshmimi më i thellë dhe më i rëndësishëm është kreshmimi shpirtëror. Gjë që do thotë syt kreshmojnë, mos shohin skenat pahishme, veshët jenë kujdesshëm, mos dëgjojnë thashë theme dhe shpifje, goja të jetë e pastër, që mos përhapi përgojime dhe gjëra të tjera. Ky është kreshmimi më i rëndësishëm, kreshmimi shpirtëror, që dal nga dal fillojmë ta pastrojmë zemrën, mos të lajmë vetëm rrobat nga jashtë, po të lajmë rrobën e shpirtit, që të jemi në gjendje për të pritur lindjen e Perëndis. Në gjenealogjinë, nëse e dëgjuat, në fillim duket pak si e habitshme. Përse kisha ka zgjedhur pikërisht këtë lexim përpara se ne të festojmë Krishtlindjen? Duket në fillim ato emra janë ndoshta të pakuptueshëm për ne se janë hebraisht, por nëse do i shohim gjithë kuptimet e emrave, do kuptojmë që është historia e shpëtimit tonë, është historia e paraardhësve të Zotit. E para na tregon që Zoti lindi në mish. Perëndia i amshuar, biri i Atit të përjetshëm, erdhi dhe u bë si njëri nga ne për shpëtimin tonë. Dhe gjithë emrat, nëse dikush do i lexojë në hebraisht e do kuptoj kuptimin aty në emrave, tregon dhe përgatitjen që është bërë në shekuj për pastrimin e racës njerëzore, derisa sa e tërshenjta lindi Krishti. Emrat e tyre na tregojnë 2 gjëra. Na tregojnë përmbushjen e profecive. Gjithë profetët që kishin predikuar për lindjen e shpëtimtarit, pikërisht për janë edhe në këto emrat e këtyre paraardhësve të Zotit. Dhe për më tepër na tregojnë diçka shumë të rëndësishme. Diçka që duhet ta mbajmë gjithë në vesh gjithmonë. Nëse do e lexoni me kujdes, në gjenealogjitë hebreje nuk përmendeshin gratë asnjëherë. Në këtë gjenealogjinë kemi 4 gra që përmenden. E këto të 4 kanë një histori të veçantë e është. Tamara bëri incest. Rahabi ishte prostitut. Ruthi ishte një jehuaj, që për Izraelin atë kohë i huaj i pagani ishte diçka që nuk mund të afrohej. E hëma Solomonit, gruaja e Davidit, që lindi, bëri shkelje kurore. Dhe Davidi vrau Urian, burrin e saj, për ta marrë atë për grua. Përse kisha e ka regjistruar pikërisht këto? Pikërisht për ta treguar ne që Zoti erdhi për të shëruar të gjithë, të shenjtët, të drejtët dhe ata që janë mëkatarë. Dhe natyra njerëzore është e prekur nga këto gjëra. Në çdo familje, në çdo fis, në çdo gjë ka pasur njerëz të ndryshëm, të drejtë dhe të padrejtë, njerëz që ishin bujarë dhe njerëz që ishin koprac, njerëz që ishin me zemër shumë të madhe dhe njerëz që ishin zemër ngushtë, njerëz që ishin shenjtor e njerëz që ishin mëkatar. Zoti erdhi për të shëruar të gjithët, për të përfshirë gjithë natyrën njerëzore, sepse në natyrën njerëzore ne shikojmë rënien e saj. Për të kuptuar ardhjen e Zotit dhe arsyeën pse biri i Perëndis u mishërua dhe u bë njeri si njëri nga ne, siç themi në simbolin e besimit,
që për ne dhe për shpëtimin tonë zbriti prej qiellit dhe u trupëzua prej Shpirtit Shenjtë dhe Virgjëreshës Mari. E nëse e themin besore, do thotë që kjo është ajo që besojmë ne. Dhe historia e kësaj është e gjatë. Prandaj edhe në gjenealogjinë e Shën Lukës shkon deri tek Adami. Historia ishte e shkurtër, por shumë kumtiplot. Njeriu u shkëput nga Perëndia. Mendoj që mund bëjë si Perëndia pa Perëndin. E kjo ka qenë gënjeshtra e parë, kur Iligu i sugjeroi atyre që ju nuk do vdisni, po të shkelni urdhërimin e Perëndis, pa ai nuk do që të bëheni si ai. Dhe njerëzit në krenarinë e tyre menduan që mund ta realizonin vetë atë gjë, të bëheshin si Perëndia, po pa Perëndin. E kjo gënjeshtër ka vazhduar vazhdimisht, edhe në ideologjitë e fundit, kur njerëzit menduan që do të ndërtonin parajsën mbi tokë, po pa Zotin, në fakt ndërtuan ferri. Çdo gjë që kanë bërë njerëzit për ndërtuar diçka të lumtur në këtë botë, siç mendonin ata, po duke përjashtuar Perëndin, do sjellin të kundërtën e asaj, sepse ne nuk mund ta bëjmë këtë pa Zotin. Në Ungjillin e Shën Johanit, Krishti thotë të fjalë: pa mua s'bëni dot asgjë. Nuk thotë që do bëni disa gjëra të vogla, por nuk bëni dot asgjë. Ne nuk mund ta ndërtojmë asgjë nëse Perëndia nuk do jetë pranë nesh. Nëse Perëndia nuk ndërton, shkruan psalmisti, më kot përpiqen ata që ndërtojnë. Dhe shpeshherë ndodh kjo gjë. Përpiqen njerëzit, bëjnë gjithçka, ndërtojnë, nëse nuk do jenë vlerat që vijnë nga mësimi i Zotit, ata nuk do qëndrojnë, do shkërmoqet e gjitha. Prandaj dhe Ungjilli i sotëm dhe Ungjilli vazhdimisht që lexojmë ne na kujton pikërisht për këtë gjë, që ne nuk mund shpëtonim dot vetëm nga vetja jonë. Dhe njerëzit duke u shkëputur nga Zoti, nuk është vetëm thjesht kuptimi legalistik që bën një gabim, do shlyesh gabimin dhe mbaron. Ishte një shkëputje e një marrëdhënie. Njerëzit u shkëputën pikërisht nga Perëndia, e duke u shkëputur natyra njerëzore, e cila ishte krijuar për të qenë e përjetshme, u ndryshua, u dobësua. Gjë që thot atë që kishte thënë Zoti që nëse do hani nga ajo gjë do vdisni, ndodhi me të vërtetë. Njerëzit tani mund të vdisnin. E natyra e rënë që trashëgon çdo njeri nga ne është pikërisht natyra që Zoti erdhi për ta ringritur përsëri. Zoti u bë si njëri nga ne për të restauruar përsëri natyrën tonë të rënë, sepse ne nuk mund të restauronim dot. E nëse lexojmë emrat e gjenealogjisë, do shikojmë të shpresë të vazhdueshme. Në gjithë botën, në mënyrë të trubull apo të qartë, ekzistonte gjithmonë shpresa dhe dëshira për ardhjen e një shpëtimtari. Por tek populli i Izraelit, Zoti e bëri më të qartë atë. Zoti thirrri Abrahamin për të krijuar një popull që të ishte dhe ta mbante memorien e Perëndis, sepse popujt e tjerë kishin humbur atë gjë, dal nga dal ishin larguar nga ajo. Dhe Zoti erdhi dhe u bë si njëri nga ne, pikërisht për ta ringritur përsëri. Nëse do ndjejmë të në shpirtin tonë, jeta jonë do filloj të ndryshojë. E duhet kuptojmë që njerëzit ka nevojë të gjithë, dhe ata që mendojnë se janë të drejtë. Ndoshta mund të jenë të drejtë krahasim me disa të tjerë, po pranë Zotit nuk duken ai shumë të drejtë. Dhe një nga shenjat më të mëdha të shenjtarëve është pikërisht kjo gjë, që ata fillojnë dhe kuptojnë që diçka nuk shkon mirë brenda tyre. Kuptojnë që janë mëkatarë, kuptojnë që janë smur. E duke kuptuar që janë smur, ata e kërkojnë mjekimin. Dhe Ungjilli është mjekim. Të gjithë porositë që jep Zoti janë për të mirën tonë, dhe ndalesat e shumta, mos vill, mos vrit, mos bëj shumë gjëra, mos shkel kurorën, nuk janë për të na dënuar ne, po janë për të na çliruar ne. Gjithmonë duhet kemi parasysh që shumë pengesa nuk janë për të penguar lirinë tonë, po janë për të na dhënë lirinë e vërtetë. Jep gjithmonë si shembull një diçka. E shikoni rrugët malore që kanë ato muret anash, ata nuk janë për të kufizuar lirinë e shoferit, po janë për ta mbrojtur që mos bjerin gremin. E njëjta gjë janë gjithë porositë që jep Zoti, janë për ta mbrojtur ne që mos biem në gremin. Duke shkelur porositë e Zotit e duke hequr këto nga jeta jonë e përditshme, shikoni si është bërë bota sot. Dashuria është larguar, gjithë kundër të gjithëve, ambicie, zilira, egoizëm, vetëm për vete të gjithë. Një krishter nuk mund të jetë vetëm për vete. Që në shekullin e 2 Tertuliani në Rom shkruan të këto fjalë: unus Christianus, nullus Christianus. Një krishter vetëm për vete nuk është i krishter, sepse ne jemi qenie komunitare, do thotë që ne jemi pjesë e një komuniteti, nuk mund të jetë dot njëri mirë e tjerë të jenë
keq. S'mund të ndodhi kjo gjë. Familja është bërthama e komunitetit. S'mund të jetë njëri në familje mirë e tjetri të jetë keq. Fëmijët mund të jenë mirë diku në një vend, prindrit janë braskisur vetëm këtu. Asnjëri s'mund të jetë mirë, nga ata të dy s'mund të jetë mirë. Duke qenë qenie komunitare, ne kemi përgjegjësi për njëri tjetrin. Prandaj dhe Zoti erdhi për të dhënë ndërgjegjen e plotë të njeriu si një qenie komunitare. Ne kemi përgjegjësi jo vetëm thjesht për jetën tonë, po dhe për jetët e njerëzve që janë rrotullesh. Mos e dëgjoni shpeshherë teoritë që kanë dalë sot në botën moderne. Është jeta ime, bëj çfarë dua, është trupi im, bëj çfarë dua. Jeta e para nuk është e jotja, është një dhuratë nga Perëndia. Dhe e dyta nuk është vetëm e jona, sepse jeta e një fëmije prek jetën e prindërve. Jeta e prindërve prek jetën e një fëmije. Ne jemi të pandarë nga njëri tjetri. Prandaj dhe nëse bëhemi egoist vetëm për vete, do bëhet kjo botë që shohim ne sot. Të gjithë vetëm për vete, e të gjithë kanë mbetur vetëm. Dhe një qenie njerëzore nuk mund të jetë mbushur plot duke qenë vetëm. Ne jemi pjesë e një komuniteti. Edhe nëse do jemi vetëm fizikisht, përsëri jemi pjesë e një komuniteti më të gjerë. E Zoti erdhi pikërisht për ta ngritur këtë gjë. E mesazhi i Krishtlindjes pikërisht kjo është, që Krishti hapi rrugën për restaurimin e gjithë secilit nga ne. Që do thotë gjithë secili nga ne duhet filloj të pastrojë zemrën e tij. Mos maj dëshira dhe mërira në zemër, mos ketë smirë për tjerët, mos ketë inate për njerëzit që janë rrotull ti. Dhe më e shumta, ai jo vetëm thjesht që duhet i dojë ata, po duhet përpiqet dhe të ndihmojë. Nga mënyra se si ne do sillemi me të afërmit tan, do varet edhe e ardhmja e jonë. Nëse do lexoni në librin Ungjillin e Shën Mateut, paravolinë e gjyqit fundit, po jep shembulltyrën e gjyqit fundit, kriteri i gjykimit nuk ishte a ke studiuar teologji, a e njeh gjithë shkrimin e shenjtë, po ishte a ke dashuri në shpirt. E Zoti thotë këto fjalë: isha i zhveshur dhe në veshje, isha i uritur dhe më ushqyet, isha në burg dhe spital edhe të mpat, dhe të drejtë do befasohen, do thonë Zot, kur të pamet i bëm gjitha këto gjëra? Dhe ai thotë, atyre që ju keni bërë, thotë, me keni bërë mua, sepse Zoti identifikon veten me njerëzit që janë nevojë. Kur kisha thret gjithmonë, e përpiqet të ndërgjegjësoj gjithë për ndihmuar nevojtarët, është pikërisht për të mirën tonë. Shënë janë gojar të thonte këto fjalë: doni të lani mëkatet tuaja, që padyshim keni shumë, siç kemi gjithë, thotë, po thotë. Shkoni, thotë, dhe gjeni kudo njerëz që janë nevojë, të varfër dhe në mjerim, dhe ndihmojeni ata, dhe falenderoni ata, të cilët ju japin mundësinë ju për të shlyer një pjesë shumë të madhe të mëkateve, jo për të qenë krenar, se po i ndihmojmë. Pse e thonte këtë gjë? Sepse pikërisht ishte porosia e Zotit dhe mënyra e gjykimit si na gjykon e Perëndia. Nëse nuk kemi dashuri në shpirt, do thotë që nuk jemi restauruar. Ajo që përbën një njeri të plot është njeri që është mbushur me dashuri për gjithë njerëzit që ka. Fillon me familjen, e shtrihet akoma dhe më gjerë. Në botën e sotme është paksuar dashuria. Njerëzit nuk duan të dinë më për njëri tjetrin dhe prandaj kanë një jetë mjeruar, sepse i vetmuar nuk mund të ndjehesh dot i plot. Ne jemi qenie komunitare. E përsëris këtë sepse është shumë e rëndësishme për një të krishterë. I krishteri nuk është vetëm për vete. As kisha nuk është vetëm për veten e saj, po është për gjithë të tjerët. Çfarë mundësie që të ketë, duhet ta ndajë me gjithë të tjerët. A nëse do të festojmë Krishtlindjen në këtë formë, atëherë do fillojmë dhe të kuptojmë ne mesazhin dhe misterin e mëshirimit të Zotit. Nuk është lehtë ta kuptojë njeriu këtë gjë. Ja, përmenda pak më parë në gjenealogjinë që midis të tyre kishte edhe shumë njerëz pa drejtë edhe mëkatar. Sepse Zoti pikërisht këtë mori, natyrën e shtrembëruar të njerëzve për ta drejtuar përsëri. Dhe neve duhet të përpiqemi pikërisht për këtë gjë. Për sa kohë që mendojmë që jemi të drejtë e jemi në rregull, këtu është problemi. Shenjtorët kuptuan që nuk ishin në rregull. Dhe ju tregoj shpesh njerëzve disa episode shumë të rëndësishme. Kur Isaia, profeti Isaia, pa vizionin e madh ku pa mbretin e lavdis në Fran, çfarë tha me veten e tij? Tha, mirë unë, njëri me buzë të ndyra pash mbretin e lavdis. Çfarë tha Shën Pietri kur kuptoi që në personin e Jezu Krishtit është vetë Perëndia? Largohu prej meje, Zot, sepse jam mëkatar. Përse këta shenjtë shumë të mëdhenj thonë këtë gjë për veten e tyre?
sepse nëse ndriçohemi nga drita e Zotit, do kuptojmë që nuk kemi ai shumë dritë. Ne ndoshta mund të burremi se mund të jemi më të mirë nga disa njerëz që shohim rrotullesh, por në krahasim me Perëndin, të gjithë kemi mira njolla që janë brenda. Por që t'i shohim këto, duhet ta pastrojmë zemrën, e ta ndezim dritën brenda shpirtit tonë. E shikoni edhe në kuptimin fizik. Nëse do dali një rrezë drite e do futet në kish, do shikosh mira grimca pluri. Në kërsa ku nuk ka dritë, duket se është e pastër. E njëjta gjë ndodhe me shpirtin tonë. Prandaj dhe Krishtlindja është një thirrje dhe një përgatitje për të pastruar zemrën tonë, që me zemër të pastër ta presim lindjen e Krishtit edhe në zemrat tona. A nëse do ndriçojmë në zemrat tona, do kemi edhe fuqi për ndriçuar dhe njerëzit që janë rrotull. Një kandil i fikur nuk ndriçon. Prandaj dhe Krishtlindja është një dritë për të ndezur kandilin e shpirtit tonë e për ta përhapur atë dritë, jo vetëm në jetën tonë, por në jetën e të gjithë njerëzve që janë rrotull nesh. Amin.